Në Kosovës është ditë krenarie sepse ushtria jonë e sotme është pasardhëse e denjë e krenare ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e djemve e vajzave të cilët vunë themelet e lirisë sonë, kurse sot këta djemë e vajza që i shihni na bëjnë krenar jo vetëm brenda vendit, por edhe kudo që ata shërbejnë, në akademi, në vende të ndryshme të botës ku studiojnë tek shtetet aleate, por po ashtu edhe në operacione për paqe e stabilitet në vende të ndryshme të botës ku ata shërbejnë krah për krah me aleatët tonë. Ushtria jonë çdo ditë po forcohet, ushtria jonë çdo ditë po bëhet më operacionale, më ndërvepruese dhe më profesionale, edhe natyrisht që në radhët e ushtrisë sonë çdo ditë po shtohen edhe djemë e vajzat të tjerë të cilët dojnë të i shërbejnë atë dheut. Jemi jashtëzakonisht krenar me punën e tyre, ata janë garanca më e fuqishme së bashku me policinë e Kosovës dhe institucionet e tjera të sigurisë për sovranitetin tonë, për integritetin tonë territorial, për mbrojtjen e shtetësisë sonë dhe për mbrojtjen e çdo qytetari të Republikës së Kosovës. E falenderoj komandantin për leadershipin, natyrisht edhe ministrin për punën e jashtëzakonshme dhe së bashku do të ecim përpara për ta bërë ushtrinë tonë edhe më të fortë çdo ditë në mbrojtje të shtetit tonë, i cili është ndërtuar me shumë sakrificë. Urime dhe gjithëve edhe një herë Dita e Forcës. Atëherë, përshëndetje. Përshëndetje për gjithë. Jemi jashtëzakonisht lumtur që jemi këtu me presidentën, kryeministrin, me generalin dhe ministrin për një punë të jashtëzakonshme që ka bë ushtria jonë, që është një vazhdimsi e një historie të lavdishme e popullit tonë, e trashëgimi e drejt për drejt e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Jemi jashtëzakonisht krenar që FSK-ja mbetet institucioni më i besueshëm në vend dhe kjo për shkak një pune të shkëlqyeshme dhe për kushtimit të tyre për sigurinë e vendit tonë dhe gjithashtu një përkushtimi ndërsjellët i shtetit të Kosovës që ka bërë në rekrutimin e mbi 2000 ushtarëve, por edhe investime mbi 400 milion euro vetëm në pajisje. Ne jemi të nderuar që jemi këtu dhe uroj e shpresoj që kjo punë e mirë të vazhdoj për një ushtri paqëdashëse, por gjithashtu gjithë atyre që është një amanet i vazhdueshëm i atyre që ronë për vendin tonë. Prandaj gjithë dhe këtu urime Dita e Forcës dhe urime festat e nëntorit. Faleminderit. Bashkë me presidenten e Republikës Vjosa Osmanin, me kryetarin e kuvendit Dimal Bashën, me ministrin e mbrojtjes Ejup Maqedoncin dhe me komandantin e ushtrisë General Lejtnant Bashkim Jasharin, patëm nderin dhe kënaqësinë që ti vizitojmë forcën e sigurisë të Kosovës në prezantimin e armatimit dhe pajisjeve të tyre, që na bëjnë krenar dhe njëkohësisht të ndjehemi të sigurt si shtet, si institucione të Republikës, gjithnjë në shërbim të integritetit territorial, të drejtave të qytetarëve, të sovranitetit shtetëror dhe të paqes e të sigurisë për Republikën tonë demokratike anë e kënd. Është ditë e lumtur e gëzuar për të gjithë neve, për shkak se me forcën e sigurisë të Kosovës, me këtë ushtri të pajisur kaq mirë dhe gjithnjë e më shumë, brezat e ri do të jenë të sigurt të jetojnë në paqe, të zhvillohen dhe të lulëzojnë. Në njërin anë e kemi sakrificën e dëshmorëve të kombit, mbi të gjitha kryekomandantin Adem Jasharin dhe familjen Jashari, pastaj veteranët dhe invalidët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e në anën tjetër i kemi gjithë këta fëmijë që kanë ardhur të shohin ushtrinë e tyre dhe e cila u angros zemrat e njëkohësisht i bën edhe të ndjehen
mirë për të ardhmën e tyre dhe për mbarë qytetarët dhe familjet në Kosovë. Mbi 430 milion euro është investimi në armatim dhe në pajisje në këto 4 vitet e fundit. Më përpara, ushtria jonë ka pasur veç automatik të llojit Heckler Koch dhe revolje, që do të thotë se ka qenë më pak e pajisur edhe se vetë policia e Kosovës. Ndërka që tani është pajisur me teknologji moderne dhe kjo sa vije e shtohet, me qenë se tashmë kemi më shumë se 2 fishim të çizmeve në tokë të ushtarëve tanë, por gjithashtu të syve në qiell, për shkak se e kemi pajisur ushtrinë me drona Skydagger dhe TB2 Bayraktar nga Turqia, Puma nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e do ta kemi së shpejti edhe fabrikën e municionit, si dhe të prodhimit të dronave made in Kosova. Në veçanti duhet theksuar edhe sistemin antitank Javelin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastaj jemi në proces që të marrim edhe helikopter Black Hawk nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ky është momenti që duhet t'i falenderojmë aleatët tonë, NATO-n, në veçanti Shtetet e Bashkuara të Amerikës që na qëndrojnë pranë edhe në pajisje me armatim e municion, por edhe me trajnime të shumta që i përmendi edhe presidentja Vjosa. Janë 4 fishuar trajnimet jashtë vendit, është 3 fishuar buxheti për mbrojtje për siguri, dhe kjo është një obligim që ja kemi mbrojtjes së atdheut tonë, prandaj gëzuar të gjithëve dita e forcës 27 nëntori dhe një falënderim i veçantë për oficerët, nënoficerët, ushtarët e ushtarët tanë, të cilët edhe në ditë festave shërbejnë për sigurinë dhe mirëqenjen e të gjithëve pa dallim. Urime. Faleminderit gjithëve. Faleminderit. Faleminderit shumë. Urimet gjithë dita. Urime.